Kryedemokrati Sali Berisha e kërkon Brukselit të hetojë marrëveshjen e fshehtë sipasi Rama Mogherini për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Berisha e bëri apelin në emër të shqiptarëve, të cilët sipas Kreu Demokrat do ta vlerësonin hetimin e lobimit që ish zyrtarja e BE-s bëri për sukseset imagjinare dhe mbulimin e mega skandaleve të Ramës në Bruksel. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët, SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje dhe në veçanti të hetojnë komunikimet e tyre me telefonata të koduar Sky, ICC, Matrix. Antitezë standardit evropian për ta vendosur paradresisë Mogherinin është për Berishën shefi i qeverisë shqiptare kur bëhet fjalë për hetimin e korrupsionit qeveritar. Referencë mori çështjen Balluku, ndërsa ndau edhe një informacion nga takimi Balluku-Rama. Bien të dy dakord të thrasin për të urt Uluziu. Uluziu natyrisht mbajti anën e Ramës. Çfarë i tha Luvia? Më shif pak klishyria të buta. E meku, muret nuk kanë vetëm vesh, muret kanë dhe sy. Në ditën kur Ervin Saliani nis takimet me bazën, Berisha tha se kushdo që mblidhet jashtë forumeve të partisë, konsiderohen prej tij si takime private. Duke thënë se ende nuk i di qëllimet dhe interesat e Salianit, nuk foli për masa përjashtuese ndaj tij. Kto janë drejtëri krejtësisht private, nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Lajmi se deputetët të PD-s kanë firmosur për t'i dhënë mundësi Shabanit të hyjë në garën parlamentare për postin e avokatit të popullit konfirmohet nga Sali Berisha. Sqaron se pavarësisht firmave, PD do të mbështesë me vot vetëm kandidatët e saj.